Isa Mustafa e fundosi Hashim Thaqin. Ju kujtohet ai koalicioni i famshëm PDK-LDK, kur pat bloku për një 6 muaj ditë, edhe Isa pranoi me hinë koalicion me Hashim Thaqin, po me një kusht, me votu gjykatën speciale. Edhe u bë marrëveshje nëse votohet gjykata speciale, Hashim Thaqi do të bëhet president. Thaqi kur se ka kuptu që Isa Mustafa ja kanë shu keq, ama ja ka ros bryllin fort, den skajt. Për lakmi për pushtetin, Hashim Thaqi ishte në gjendje me bën gjithçka, me pranu gjithçka veç mos me ra prej pushtetit, me majt pushtetin sa të mundet. Prej qasaj lakmije, Isa Mustafa e mashtroj, ama e ka mashtru kadale, edhe mire ka mashtru atin, se në atë ku i theshë mos ban koalicion me LDK, në u që e ban një koalicion. Nëse që atu ka njëse edhe të poshtë e PDK-s ka njësë prej që ati koalicionit që kanë ban me Isa Mustafën, edhe ka njësë fundi e epokës të Hashim Thaqit. Tash shumë njeri ko me thonë, po qysh për din ti? Po e për din se për shumë sët. Sët ko është Hashim Thaqi, krejt nisma e kësaj u konë për Isa Mustafës. Se Isa është politikan i fort, a e shkatroj atë se dion kryetarin e LDK-s, e shkatroj ata, e shkatroj LDK-n, e shkatroj PDK-n, ama veç dikush ja ka pa hajrin Isa Mustafës. Kush ja ka pa hajrin Albin Kurti. Prej që ati momentit që Isa dhe Hashimi janë ba vlazën, kanë ban koalicion bashkë, Albini ka njësë më rritë për pjetë. Edhe s'ka kush ma që e nalë deri ku ta fitën pushtetin 100%. Prej që ati momentit e shkatroj Thaqin, e qojnë Hagë, e burgosi, edhe sot Isa është si mret të usilna për Prishtinë, djemt e tina biznismena, mas vetë 11 kompani, këtë milionera, këtë me miliona të fitu, banë me në Mercedesin, BMW-en në shumë e sene tjera, që kanë kriptovaluta me miliona, që kanë bitcoina, kanë e gjithë shka kanë, aj po rinë në terën, LDK-n e qitin 2 gojt, Hashim Thaqin e qojnë burg, që që kanë lyp LDK-a me qunë burg, se LDK-a prej fillimit të konë për Hashimin me qunë burg. Tash, këta mujnë me thonë shka dojnë, po realiteti o që kjo që LDK-a prej në kohën e luftës, a mas luftës, krejt LDK-a e kanë lyp me që Hashim Thaqin në burg. Edhe kush e arriti bes Isa Mustafa. Që të kush s'ka mujt me arrit, që ato jeni të bindën. Nese pak edhe vetë këse këj lakmitar shumë në pushtet, adin, me ra pej korikës kjo, me ra në opozit, nuk u bajke heqë, deshke pa tjetër me konë kënë qeveria, me konë kryetar shteti. Tash kur i nin këta të PDK-s të full, të thonë jo, po kryetari Kosovës do të më zgjedh me konë kryetar uniteti. Valla, kryetar uniteti që kena pas Hashim Thaqin, veç unitet s'ka pasaj. A kryetar po, ama unitet s'ka pas kur gjanë. Adin, 80% e popullatës nuk e kishin votu. Me qitë në vota në popull, po flasë. A kështu me pazare po, kështu bëhet kalaja, e bëhet edhe a defetja pe policijës erdhë, u bo kryetar shtetit 5 vjetë ka nejtë. Tash pikëzën të mira që qëra jo u knaqë të poshtë për pjetë të shetit me pare të shtetit, po unitet nuk pedi kur po folin sot, po thënë jo do të me konë një kryetar që vjen prej opozitës edhe që është që ka unitet që i bashkën e nuk i përqanë. Po tash një njeri që ta cakton Albin Kurti me 57%
Tash, uniteti që ato është se 57% popullatës e kanë votu Albinin. A do të me qitë një njëri. Do me thonë 57% popullatës janë për një president që vendos Albini. Po s'mundet me konë, a këja me 5%, me thonë kryetar unitetit, veç 5% i ka, s'ka ato tjetër. PDK e ka 20, LDK e ka 13, tash, edhe me qitë ata një kryetar, për shembull, hajde pe qesin një kryetar, po na 57% që jem kundra që ati njerit, për shembull, s'munët me pas ai unitet. Belit paktën do të me pas 50%, për me majt një balans, ama jo me 5%. Mos të vjet dikush më thonë, valla, po, une e kom bo ade e baj me 5% president. Ja, bre, nuk shkan, adin është pak hajgar është me këto punë. Po nëse kryesor Albini nuk i vetë këta, që ato na e dim që Albini bilas që është ka i format këta njerës. Ja, Albini bile kur pisho parlamentin ma deputet koti se që ta që janë sët, nuk e di që. Ata janë veç me marrë rrugën që ta deputet opozitës se janë këtë, janë pavlerë, kërkush nuk i vetë. Albini ka numrat me bo gjithë shka. Këta janë këtë, ta veç marrin pare palidhe, edhe që do të me shku që ato në parlament. Se nuk i di kush i vetë ata. Kaloj buxheti shtetit, pa si ka vetë kush, a me shty 10 dita, 5 dita, 3 dita. Albin Kingo tha, sot me votu, sot du kry. Pa si ti vetë kush këta. Tash jo thoni shka doni, po janë pavlerë, adin nuk përfaqësojnë bosh kur gjënheqë burë, se si vetë kërkush në parlament. Opozit, hajde më bon krejt bashkë, po thamë, nashta ka një farfuqia, ma qysh janë 25 grupe, s'kanë fuqia ata me konë kundër Albinit. Ata krejt bashkë es mujnë me bo kur gjohë kundër Albinit. E lje mo, adin grupe, shtu ka 2-3 vetë. Mu s'ma mërmenja, për tjerë nashta ka në kush që banë, adin, po qysh pi shodhe, qysh pi ngajq të atë opozitës, janë pak shumë të lekshtë për punë të opozitës, janë shumë largë. Asë nuk janë për opozit, asë nuk janë për parlament. Këta i kisha qu, miru, lop në kun, në i ferm pula, që se kingja, dhe i tegra, në përbjesh me qu, ama s'kan vlerë këta për deputet, si vetë koshë bu, Albin Kingus nuk janë një njës. Nëse për përshëndes njerë deri në video në ashme.